Mirëmëngjes të nderuar shikues, dyshime dita e sotme ka nisur me kthjellime, vranësira të dukshme, kryesisht në gjysmën veriore, pra në veri dhe në zona qendrore, aty ku her pas here gjatë paraditës dhe mesditës do të ketë prezencë të momenteve të shkurtra me pika shiu, ndërsa jugu paraqitet më i favorizuar, kryesisht kthjellime dhe vranësira kalimtare. Ndërsa termometri ka shënuar një rritje të lehtë në mëngjes, një rritje të lehtë po në orët e mesditës, 5 gradë vlera me ulët në zonat e thellëmalore gjatë orëve të para të ditës, ndërsa deri në 26 gradë Celsius maksimumi në rang territori. Do të kemi një erë që do të jetë veriore dhe veri perëndimore gjatë gjithë ditës së sotme, me një shpejtësi kryesisht të lehtë, ndërsa deri mesatare në vijën bregdetare shqiptare dhe konkretisht gjatë natës, por edhe në paraditën e sotme, do të kemi kthjellime të vranësira kalimtare në të gjithë territorin, do të kemi kthjellime më të shumta në zonat jugore, ndërsa në zonat veriore dhe në qendër vranësira do të jenë më të dukshme, duke bërë që gjatë pjesës së parë të ditës të kemi prezencë të rreshtive të pakta të shiut kryesisht në veri perëndim dhe shumë më të pakta në formën e momenteve të shkurtra me pika shiu në zona qendrore. Si kundërthan, termometri i mëngjesit ka shënuar një rritje të lehtë krahasuar me fundjavën. Kemi rreth 5 gradë në zonat e thella në veri, ndërsa në shtrirjen perëndimore termometri i mëngjesit të sotëm lohatet nga 9-10 në brendësitë të territorit, përfshirë dhe kryeqytetin, deri në 12 gradë Celsius në vijën bregdetare. Duke ju afruar orëve të mesditës, kemi fuqizim të vranësirave në të gjithë Shqipërinë. Ndërsa gjatë mesditës dhe 2-3 orë pas mesditës do të kemi prezencë të rreshjeve të pakta të shiut në zonat veriore, ndërsa her pas here momentet shkurtra me rreshje krejt të papërfillshme edhe në qendër të territorit shqiptar. Zonat jugore nga Shkumbini dhe deri në skanjë jugor të Shqipërisë do të vijojnë me kthjellime vranësira të shtuara por pa rreshje. Termometri i mesditës së sotme shënon një rritje të lehtë, do të kemi një maksimum prej rreth 25-26 gradë Celsius përgjithsisht në shtrirjen perëndimore, diçka më freskët paraqitet veri perëndimi, ndërsa në zonat malore maksimumi do të mund të ngjitet deri në 19 gradë Celsius. Përgjithsisht kjo javë do të jetë lehtësisht e paqëndrueshme, her pas here do të kemi prezencë të rreshjeve, por në sasi të pakta e gjithë kjo javë. Her pas here intervale të gjata me kthjellime, por në momentet shkurtra do kemi fuqizim të vranësirave dhe prezencë të rreshjeve. Termometri nuk shënon luhatje të ndjeshme gjatë kësaj jave. Megjithatë, detajet e tendencave pezitore gjithmonë i kemi rreth orës 8 këtu në Dita Jona Dyshime.